Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: shenjat e atij që ka bindje të plot janë 6. E para, ai është i bindur plotësisht në Allahun, prandaj e beson atë. E dyta, është i bindur se vdekja është e vërtetë, prandaj bën kujdes ndaj saj. E treta, është i bindur se ringjallja është e vërtetë, prandaj friksohet nga turprimi kur të ringjallet. E katërta, është i bindur se xheneti është i vërtetë, prandaj e dëshiron me mall atë. E pesta, është i bindur se zjarri i xhehenemit është i vërtetë, prandaj përpiqet me zell të shpëtojë prej tij. E gjashta, është i bindur se llogaria është e vërtetë, prandaj e llogarit vetveten.